Ndërsa startupet po investojnë në mjetet e inteligjencës artificiale për të rritur shpejtësinë e zhvillimit, ekspertët thonë se duhet u drejtojmë sipërmarrësve për të kuptuar pasojat ekonomike të kësaj teknologjie për fuqinë punëtore. Nëse inovacioni vjen në masë të madhe nga startupet dhe kështu është, atëherë startupet janë jashtëzakonisht të rëndësishme për rritjen ekonomike, krijimin e vendeve të punës dhe zgjerimin e mundësive, shpjegojnë ata. Themeluesit thonë se buxhetet e tyre për inovacionin po vazhdojnë të rriten. Mbi 70% e tyre treguan se po shtojnë shpenzimet për inteligjencën artificiale dhe automatizimin, sipas një studimi të ngushtit që përfshiu 1500 themelues të startupeve në fazë e hershme nga firma Fintech Mercury. Ekspertët e sektorit sqarojnë se praktikat e punësimit të themeluesve po evoluojnë, ndërsa teknologjia e re po bëhet një forcë kryesore në planifikimin e tyre strategjik. Sipërmarrësit po e përdorin atë për të automatizuar dhe optimizuar aspektet e biznesit që kërkojnë shumë energji dhe që përfshin njerëz. Një themeluese dhe CEO e Production.com u shpreh se shumë prej fushave kryesore të kompanisë së saj janë të realizuara nga mjetet e inteligjencës artificiale, duke përfshirë shitjet, marketingun dhe operacionet. Kjo na lejon të zgjerojmë kapacitetin tonë si një ekip fleksibël, shtoi ajo. Por automatizimi i këtyre detyrave ka pasoja negative për punësimin, generisht për punonësit e rinj. Shumë startupe kanë nevojë të jenë efikase në përdorimin e kapitalit kur vendosin nëse do të shfrytëzojnë një individ me përvojë të ulët apo teknologjinë, dhe ndonjëherë kjo e fundit fiton, thon analistët. Ndërsa shumë punonjës, studiues dhe madje edhe CEO kanë ngritur shqetësime për zëvendësimin e vendeve të punës nga inovacioni, disa fokusohen te përfitimet e mundshme. Nuk mendoj se është gjithçka negative. Kjo shtyr njerëzit të mendojnë më herët se sipërmarrës, qoftë duke nisur një biznes të vogël, duke punuar online apo duke grumbulluar aftësi që u japin avantazh, u shpreh një studiuese.